Federica Mogherini, ish përfaqësuese e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe aktualisht rektore e Kolegjit të Evropës, është arrestuar në Bruksel në kuadër të një hetimi për mashtrim dhe korrupsion në prokurimet publike. Lajmi u konfirmua nga mediat belge, sipas të cilave hetimet përfshin edhe Kolegjin e Evropës dhe Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm. Hetimi fokusohet te dhënia e tenderit për Akademinë Diplomatike të BE-s gjatë periudhës 2021-2022, me dyshime për mashtrim, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Ndërkohë sot autoritetet bastisën zyrat e SEAS në Bruksel dhe ndërtesat e kolegjit në Bruges, ndërsa 3 persona janë ndaluar për fshirë Mogherinin. Prokuroria Europiane po heton se përfaqësues të Kolegjit të Evropës mund të kenë pasur informacion të brendshëm që mund të favorizonte tenderin duke krijuar avantazh të padrejtë. Deri tani nuk ka më shumë detaje mbi statusin e Mogherinit pas ndalimit, ndërsa hetimet vijojnë. Atentati në Elbasan duket se po shkon drejt zbardhjes. Dyshohet deri më tani nga konkluzioni paraprak i grupit hetimor se biznesmeni Mondim Halla alias Edmond Hyka u ekzekutua në një atentat mafioz për mosmarrveshje mbi ndarjen e fitimeve në biznes. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 autorët kryesor, Marcelo Arani, 32 vjeç, i njohur nga aktivitetet kriminale të mëparshme, dhe Armando Kola, 35 vjeç. Skandal përbën fakti se Arani ka thyer masën e sigurisë arrest shtëpie dhe ishte i arrestuar më herët edhe në Itali për pjesëmarrje në organizat kriminale. Hetimet zbuluan rolin e 2 bashkëpunëtorëve, Gino Ago, 32 vjeç, i cili i ka dhënë automjetin autorëve, dhe Kujtim Pisha, roja i karburantit, i akuzuar për moskallëzim krimi. Policia gjeti automjetin dhe armën e përdorur në fshatin Mirak të Librazhdit, si edhe sekuestroi dokumente celular dhe DVR, duke dokumentuar mekanizmin e ngjarjes përmes pamjeve filmike. Operacioni policor i koduar Strike në drejtimin e prokurorisë ka çuar në arrestimin e 2 personave dhe shpalljen në kërkim të autorëve kryesor, ndërsa hetimet vijojnë për kapjen e të tjerëve të përfshirë. Ngjarja tronditi qytetin e Elbasanit dhe botën e krimit duke nxjerrë në parë rrjetin e lidhjeve dhe bashkëpunimin në vrasjet mafioze në vend. Ish-drejtori Alpetrol Endri Puka, një figurë e njohur si njeriu i besuar i Koço Kokdhimës, deli përfshirë në një skenë të rëndë korrupsioni me Bankers Petroleum, kompaninë e akuzuar për abuzime kolosale me pasurinë nëntoksore të Shqipërisë. Sipas raportimeve dhe hetimeve të prokurorisë së Fierit, Puka akuzohet se ka favorizuar Bankersin gjatë viteve që drejtonte Alpetrolin, duke miratuar pasyra financiare të manipuluara dhe duke i hapur rrugë shmangjes së taksave dhe përfitimeve të paligjshme. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se Alpetrol i ka shkaktuar shtetit 150 milion euro dëm, ndërsa Puka dyshohet se ka marrë 1.4 milion euro rishfet nga Bankers përmes kompanisë së tij Accent L&BC, përmes kontratave dhe faturimeve të dyshuara fiktive. Skema e korrupsionit lidhet edhe me skandalin e shpërthimeve në Patos Marines dhe injektimin e sqyfurit në kundërshtim me normat ndërkombëtare. Hetimet ngren dyshime serioze se Puka ka tradhtuar interesin publik në shkëmbim të përfitimeve personale. Në fshatin Boçov të Fierit, 10 familje që zotrojnë rreth 10 hektar tokë përballen me një konflikt të pazakontë pronësie. Banorët që paguajnë rregullisht taksat dhe përdorin tokën prej dekadash u përballen me një mbivendosje në dokumentet e kadastrës kur tentuan të merrnin certifikatat e pronësisë në vitin 2024. Sipas tyre, pretendimi i ri është bërë nga kompania Bervi Construction e lidhur me biznesmenin Pollum Salillari, ndërsa projekti në zonë dyshohet të lidhet me instalimin e paneleve diellore. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të sqaruar kush është pronari i vërtet, pse u regjistrua mbivendosja dhe nëse zhvillimi i zonës po bëhet pa njoftimin e komunitetit. Situata mbetet e tensionuar dhe konflikti pritet të thellohet nëse nuk ofrohet një përgjigje e qartë nga institucionet përgjegjëse për pronësinë dhe drejtësinë. Tension në Kodër Babru, ku banorët kanë dalë në protestë kundër kompanisë Kajo duke kundërshtuar ndërtimin e një fabrike municionesh pranë banesave të tyre. Ata thonë se projekti përbën rrezik të drejtë për jetën dhe sigurinë e komunitetit, duke paralajmëruar se nuk do ta lejojnë që zona e tyre të kthehet në një gërdec të dytë. Banorët i bëjnë thirrje policisë së shtetit, drejtësisë dhe ambasadës amerikane të ndërhyjnë. Duke theksuar se një fabrikë ushtarake në vitin 2025 e vendosur mes shtëpive është e papranueshme. Ata akuzojnë institucionet për mungesë transparence dhe apeluan që prodhime të tilla të zhvendosen në tunele apo zona të posaçme, larg komuniteteve civile. Protesta pritet vazhdojë deri në një vendim zyrtar. Alarm në shifrat e pastrimit të parave. Në periudhën janar-gusht 2025 janë referuar 311 raste, niveli më i lartë në 5 vitet e fundit dhe rritje me 14% krahasuar me një vit më parë. Por ndërsa rastet rritën, rezultatet në terren bien ndjeshëm. Vlera e parave të sekuestruara ka rënë nga 53.9 milion euro në vetëm 9.4 milion euro, një ulje dramatike prej 82%. Të dhënat e Ministrisë Brendshme tregojnë një kontrast të fortë, numrat në rritje të hetimeve, por sekuestrime shumë të ulta. Rekordi historik i sekuestrimeve mbetet qershori 2024 me 52.7 milion euro, ndërsa rekordi i rasteve të referuara është shënuar në qershor 2025 me 56 raste. Raporti vjetor i 2024-s flet për mbi 27.6 milion euro asete të sekuestruara dhe rreth 4 milion euro të konfiskuara me ligjin antimafia. Ndërkohë, vepra pastrimi i parave mbetet një ndër më të ndërlikuarat nga transaksionet e mbuluara deri te investimet për të fshehur origjinën kriminale të fondeve.
Gjykata e Dibrës ka vendosur arrest me burg për oficerin e policisë Jetmir Uta, 24 vjeç, i akuzuar për marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritur dhe shpërdorim detyre. Uta u arrestua me 29 nëntor teksa hynte në Shqipëri pas kallëzimit nga një 18 vjeçare, e cila në praninë e nënës së saj rrëfeu se oficeri kishte kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj. Pas denoncimit, Uta u largua drejt Kosovës. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes policore, në nënhetim është vënë edhe nëna e tij, e cila dyshohet se kërcënoi vajzën për të mos kallëzuar. Gjithashtu Uta kishte përdorur foto e video private për të kërcënuar viktimën. Një aksident ka ndodhur të martën në një nga galeritë e Kromit në Bulqiz, ku një 45 vjeçar është dëmtuar rënd, por pa rrezik për jetën. Policia ka proceduar penalisht drejtuesin teknik të minierës, 40 vjeçarin me iniciale SHD, banues në Tiranë, për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë pasi nuk mori masat e duhura dhe si pasojë punëtori u lëndua. Materialet hetimore u kaluan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Dibër për veprime të mëtejshme. Tragjedi në Divjak, një 21 vjeçar është gjetur i pajet në banesën e tij në Çerm sektor, ku paraprakisht dyshohet se mund të ketë dëmtuar veten përmes helmimit. Sipas burimeve, i riu vuante nga problemet të shëndetit mendor, ndërsa hetimet po kryen në drejtimin e prokurorisë. Policia njofton se materialet janë referuar për vlerësim dhe se nuk ka shenja të ndërhyrjes së personave të tjerë. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet vijojnë veprimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes së rëndë. Policia kufitare në Morin arrestoi një 33 vjeçar me iniciale QS, i cili po tentonte të kalonte pa deklarim bizhuteri floriri dhe orë dore me vlerë rreth 50.000 euro. Ai u kap gjatë kontrollit të automjetit të tij tip Audi që u sekuestrua së bashku me sendet e paligjshme. I riu akuzohet për kontraband me mallra të tjera dhe mos deklarim në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë. Veprimet u kryen nga shërbimet e policisë kufitare Morin, të cilat bazuar në analiza rreziku dhe kontrollet përzgjedhura identifikuan automjetin për inspektim të detajuar dhe sekuestruan provat materiale. Oficerët e stacionit policisë në Breshje arrestuan një 20 vjeçar shqiptar pas një kontrolli për drogë që degeneroi në një përplasje të rrezikshme. I riu ishte kapur duke shitur doza kokaine dhe në përpjekje për t'u arratisur përshpejtoi makinën drejt oficerëve, duke përfunduar me përplasje në një shtyllë ndriçimi. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi dozat e kokainës, rreth 1.000 euro në para të gatshme dhe një telefon celular të përdorur për menaxhimin e klientëve. Dy të dyshuarit ju nënshtruan kontrolleve nga oficerët e policisë, ndërsa 20 vjeçari u arrestua për trafik droge dhe rezistencë ndaj zyrtarëve publik. Pas hetimeve dhe gjykimit pritet të dëbohet nga Italia. Një shqiptar është dënuar në Belgjik me një vit burg dhe një gjob për 1.600 eurosh për hyrje me forcë në shtëpinë e ministres Zuhal Demir në Genk më 7 janar 2023. Ai u identifikua përmes ADN-së së gjetur një kuti kursimi parash nga e cila vodhi 50 euro. I njëjti person ka një historik kriminale të ngjashme në Belgjik gjatë janarit dhe shkurtit 2024 dhe është i njohur gjithashtu në Gjermani dhe Spanjë. Shqiptari, i cili është liruar me kusht dhe aktualisht jeton në Shqipëri, nuk ishte prezent gjatë seancës për shkak të ndalimit të hyrjes në Europë. Avokati e tij kërkon lehtësim duke përmendur rikthimin e tij në rrugën e duhur dhe stabilitetin familjar e profesional në Shqipëri. Ministri Ademir nuk ka ngritur padi civile, ndërsa vendimi përfundimtar jepet më 5 janar. Ukraina është goditur nga një tjetër skandal i rënd korrupsioni në sektorin strategjik të energjisë bërthamore. Zëvendës ministri i parë i energjisë Yuri Sheiko është vënë pranga nga autoritetet në Kiev, i dyshuar për skema milionëshe abuzimi me tender dhe kontratat manipuluara. Sipas SBU-s dhe prokurorisë, brenda kompanisë bërthamore funksiononte një rrjet i mirë organizuar që kërkonte rrëshfete 10-15% nga kontraktorët. Skandali ka shkaktuar lëkundje politike, ku me kërkesë të presidentit Zelenski kanë ndërhequr ministri i drejtësisë dhe ministri e energjisë pavarësisht mohimeve të tyre. Hetimet zbuluan mira orë përgjime që tregojnë se kompania me xhiro 4 miliard euro nuk kontrollohej nga shteti, por nga një person i jashtëm me pseudonimin Carlson, i identifikuar si biznesmeni Timur Mindik, bashkëpunëtor i ngushtë i Zelenskit. Ai dyshohet se menaxhonte lavanderinë e pastrimit parave dhe është larguar nga vendi pa kohë para mbastissjes së banesës së tij. Shtrëngim historik për kartelin Sinaloa. Joaquin Guzman Lopez, djali El Chapos, është deklaruar fajtor në Chicago për trafik droge dhe drejtim organizate kriminale vetëm pak muaj pasi vëllai i tij Ovidio bëri të njëjtën gjë. Të dy konsiderohen trashëgimtarët kryesor të perandorisë së Sinaloas, ndërsa babai i tyre vuan përjetësinë në SBA. Guzman Lopez, 39 vjeç, u arrestua në korrik 2024 sapo ul me avion privat në Texas bashkë me legjendarin e kartelit Ismael Elmayo Zambada, i cili pretendon se u mashtrua të dorëzohej. Edhe Zambada u deklarua fajtor duke shmangur dënimin me vdekje. Kapja e tyre ka ndezur një luftë të egër brenda kartelit Capitos kundër fraksionit të Zambadës me mbi 1200 të vrarë dhe 1400 të zhdukur, sipas autoriteteve meksikane. Ndërkohë SBA akuzon kartelin Sinaloa si furnizuesin kryesor të fentanilit dhe kokainës, ndërsa akt akuza liston korrupsionin masiv, dhunën ekstreme, vrasjet dhe rrëmbimet e urdhëruara nga bijtë El Chapos. Përmbytjet shkatruese në Indonezi, Sri Lanka dhe Tajland kanë shkaktuar mbi 1200 viktima dhe mbi 800 të zhdukur, ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë. Në Indonezi, 631 persona kanë humbur jetën, kryesisht në Sumatra, ku rrugët dhe urat
janë zhdukur dhe shpyllëzimi i paligjshëm përkeqëson fatkeqësinë. Sri Lanka raporton 390 viktima dhe 352 të zhdukur, me shumë komunitete të izoluara dhe mungesë të ujit të pijshëm. Presidenti e quajti katastrofën më të madhe natyrore në historinë e vendit. Në Tajlandën Jugore, përmbytjet kanë prekur mbi 4 milion njerëz, ndërkohë që po punohet për pastrimin dhe riparimin e infrastrukturës, ndërsa qeveria ofron paketa kompensimi që mbulojnë vetëm pjesërisht nevojat reale. Fenomene klimatike ekstreme dhe degradimi mjedisor po rrisin pasojat katastrofike për Azinë Juglindore.